Me fjalë 3500 ushtarë nuk është asgjë tjetër, është pjesë e bllofit për të bërë presion real Iranit për të dalë në një marrëveshje sa më të shpejtë të gjitha. Me fjalë çdo gjë për mendimin tim shkon sipas planit të Pentagonit e Departamentit të Shtetit vetë presidentit Trump. Pra nuk ka ndryshim plani sipas jush. Mund të luaj një apo 2 javë më shumë, me fjalë, po jo se nuk ka ndryshim plani. Jo. Nuk e bën gabimin që kanë bërë të paraardhësit e tij për të vazhduar luftën deri në fund, se nuk ka kuptim ajo. Me aq sa është shprehur Donald Trump përpara se të jap detaje në fjalimin e mbrëmjes së sotme, thotë që qëllimi është që të pengohet ndërtimi një arme bërthamore nga Teherani. Ja ka arritur kjo luftë një mujore? Shiko, aty janë disa qëllime, me fjalë. Pjesa më e dukshme për opinionin publik është pjesa e bombës bërthamore. Dhe kjo është më se e vërtet, sepse duhet, siç po e kuptojmë edhe tash, po të marrim vetëm një detaj. Nuk flitet fare në lajme për betejat të ushtrisë profesioniste, që ka një ministër mbrojtje të Iranit. Flitet vetëm për gardën revolucionare. Garda revolucionare është siç janë ushtarët dhe ushtria e fanatike e Koreas së Veriut, siç ishin enverisët në fund viteve 90, që nuk kuptojnë situatën reale ekonomike dhe çfarë ndodh në botë, pra kështu janë edhe këta fanatik që duan të fitojnë, plus janë edhe në kuadrin e fesë së tyre të mistifikuar, janë të indoktrinuar me martirizimin. Dhe ata kujtojnë tash se duke u martirizuar për Iranin, por në thelb po bëhet jo martirizimi, po bëhet shkatrimi i Iranit. A janë më të fuqishmit garda revolucionare? Ata janë të fuqishëm. Ata janë të fuqishëm, por realiteti është rreth mbi 11.000 sulme të bëra në pikat strategjike dhe me interes të ekonomisë, të infrastrukturës, të industrisë arme, nuk është gjë e vogël tash. Aq në temë me precizionet dhe fuqinë që kanë raketat amerikane dhe izraelite. Pra, si me thënë, është dërmuar. Do në vi që kur mbyllet lufta, me fjalë për kush e di se sa vjetë, Irani është si puna se kafshës së plagosë që do lëpi plagët e veta në të gjithë trupin, dhe kjo është fatkeqësia për popullin. Se ata njerëz indoktrinuar ashtu do ngelen deri në vdekje, kujtuan se gjithë bota luftoi kundër tyre e tjera. Këtu është gjithë problemi, mistifikimi që ka ndodhur nëpërmjet gardës revolucionare. Mund të themi se çfarë është arritur në këtë një muaj sulmesh amerikane izraelite me misionin e tyre për të rrëzuar regjimin, por që e kemi thënë edhe herë tjera, është e vështirë të rrëzohet një regjim në Teheran. Trumpi në skemën e vet politike nuk është për rrëzimin e fjalët për të shkuar në luftën finale për ndryshuar regjimet. Trumpit intereson qoftë edhe ky regjim është, po të bëjë një marrëveshje për bllokimin e studimeve për prodhim armës bërthamore, për kufizimin e uraniumit e të raketave balistike, që koha tregoi, me fjalë ky është diçka më e paparashikuar, me fjalë që dolën më të avancurat dhe në sasi shumë më të mëdha nga ç'më mendohesh fillim. Dhe pranaj po zgjat kjo 2 ose 3 javë më shumë nga çka qenë planifikimi, por thelbi i gjithë kësaj është që ata duan që sistemin e naftës iraniane ta fusin në tregun e perëndimit, ta ketë në bursë dhe kjo këtu nuk ka asgjë të keqe. Këtu është një disinformim masiv, se kuptohet gjithmonë diktaturat janë më të forta në propagandë se sa në realitet. Sepse sot, për shembull, Kina ja ble gati me 50% të çmimit. Pra në qoftë se e merr me $30-40, e merr naftën nga Irani dhe e rishet me $60-65. Kurse perëndimi i thot Amerikës, hajde futen në bursë, por ne të kemi unifikuar tregun, sipas ekonomisë tregut, edhe ti do e kesh me 65-70, sa do të shitet nafta amerikane, do të shitet edhe nafta iraniane. Këtu del pyetja, që opinioni qytetarë të thjeshtë iranianë nuk ka si të dinë, sepse janë totalisht izoluar informim pa internet. Pa internet, pa informacion për te propagandës shtetërore të tyre. Nuk e dinë 99% e perëndimit, opinionit publik në perëndim, këtu është gjithë lojë. Ai thotë, futu këtu dhe marrë punë. Sepse thelbi i kësaj është të prishet trekëndshi i shteteve autoritare siç është Kina, Rusia dhe Irani, duke luftuar
duke bërë këtë betejë me Iranin, nuk do të ketë beteja finale me Kinën e Madhe, që do të ishte një katastrofë dhe lufta e tretë botërore. Apo me Rusin? Edhe Rusia për mua nuk është. Rusia ka neutralizuar Ukrainën dhe me mbylljen, me marrëveshjet në interes reciprok të Amerikës edhe të Iranit, edhe Rusia do të bjeri, do të ketë shumë tepër probleme se do ngelet e vetme në... E vërtet, qëndrojmë tek situata kur Donald Trump flet që 2-3 javë të riqemi, dhe Benjamin Netanyahu, kryeministri i Izraelit, thotë që ne do të vazhdojmë ta shtypim regjimin terrorist, nuk ka përfunduar asgjë. E vazhdon do të Izraeli i vetëm? Jo. Nuk duhet ngatrojmë, si thënë, atë teatrin politik që krijon. Me fjalë paqen e bën Izraeli, kjo shtetin bashkuar të Amerikës. Direkt Trumpi do shpallë fitoren, do të jetë një fitore e dukshme apo e padukshme, pak rëndësi ka që ata kanë arritur të shkatërrojnë të gjithë, si me thonë, industrinë e luftës, bazat ushtarake, element krucial të infrastrukturës e tjera dhe do të shohim për shkakun që pas një vit aty pas disa muajsh aty do të ketë krizë thellë ekonomike, sepse do të nisë një reaksion zinxhiri i protestuesve sërish. Që vetë iranianët marrin situatën dorë për të bërë një revolucion real, demokratik, për në mbrojtje të interesave të tyre. Në momentin që Trump njofton tërheqjen, Izraeli nuk vazhdon as me sulmet në Hezbollahut në Liban. I mbyll rubinetin Amerikës. Si të parave, ashtu dhe të armatimit. Se 80% të armatimit Amerika prodhon gjithë botën për shumë. Duhet kemi diçka parasysh, sepse në opinion publik ka se kur po bën para shumë Irani e tjera. Vetëm Kina ka humbur 500 miliard dollar në këto 3-4 javë luftë. Kina direkt. 500 miliard dollar. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbyllur 200 miliard dollar kontrata për armatimin nga Amerika në drejtim të Europës Perëndimore dhe vendeve të tjera të botës, sidomos të linjës së mesme. Dhe duhet të kemi diçka parasysh, është mbyllja e kësaj marrëveshje. Mos flasim për fitore, por mbyllja e kësaj marrëveshje do të jetë një lajm shumë i mirë për 30-40 vjet të ardhshëm për ekonominë botërore. Nafta parashikohet të zbresë në gjysmë për gjysmë si çmim, sepse do integrohet edhe Irani në tregun botëror, do integrohet një kohë pak afat gjatë për arsye teknike dhe rezervat e naftës të Venezuelës dhe do hyjë në një epokë të re gjitha. Rusisë do i ulet hunda siç është ulur deri tash, pavarësisht se Putini lu gangsterin kur s'ka asgjë në territor. Edhe kinezët janë, si me fjalë, klasa politike me urtësinë maksimale do të integrohet, do të amortizohet atë që bëri Mao Zedongi në këtë fazë të tretë të ekonomisë së rregullt. Pra, po më thua që paralelisht me se ka qenë kontradiktore deklaratat, amerikanët kanë folur gjithmonë që ka bisedime, po bisedohet, kemi çuar 15 pika, janë dakordsuar pjesët më të mëdha në Teheran, është ngritur pikpyetja se nuk dihet se kush është negociatori në emër. Më fjalë, kjo situatë vërtet është ndërlikuar, por asnjëherë nuk duhet ngatrojmë targetin që ka Trumpi edhe Amerika në këtë betejë dhe në shumë betejë, edhe në shumë operacione tjera, siç marrim me Libanin, siç marrim me Sirinë, siç mbyllim marrëveshjen me Venezuelën, siç mbyllim marrëveshjen me Armenia, Azerbajxhan. Janë lëvizje gjeopolitike që për 50 vjet asnjëra nga këto nuk ka pa Amerika. Tash ne i kërkojmë Trumpit mos bëj me thënë pirueta në fushën e vërtet, po them që në këtë periudhë kur nuk kanë përfunduar dhe nuk kanë ndaluar sulmet e Iranit, Izraelit, amerikanëve, po negociohet vërtet. Shiko, diku Channel 14 kishte kapur një pasazh, si duket e ka marrë nga shërbimet sekrete, ku presidenti i Iranit thotë në komunikim me Vahidin, komandantin e përgjithshëm të gardës revolucionare. Në qoftë se neve nuk firmosim marrëveshjen për 3 javë, ekonomia jonë do të shkojë në fund të pusit. Këtë
thot. Dhe vijon të deklarata që kemi vullnetin e nevojshëm të japim fund konfliktit me SHBA-n dhe Izraelin, për sa kohë të përmbushen disa kushte të caktuara. Okej, dhe më pas thot pranaj unë duhet marr pjesë, thot presidenti që është drejtuesi politik, se duhet dallojmë qëndrimin e politikanëve dhe nga kushtarakëve.